Falenderës zotërisët Izet Meçiti Mikuj, që organizove këtë eveniment për nder të humbjes të madhe të shpirtit tim, të gjysmës, të shpirtit tim, shpatit. Të është të thoni, përpse nuk jam gjendje të flasë sot. Unë 22 vjetë kam ligjëruar, por sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Dhe e din gjitha nanat të cilat e kanë humbë fëmijën e vetë. Por në një aspekt tjetër, jam shumë e krenare dhe e lumtur, si që thanë të gjithë dhe punëtoria, që pata lindur, pas kam lindur një djalë, jo vetëm i imi. Shpati pas ka qenë djali të gjithëve, i të gjithë juve. Ju e pas keni dash shpatin të gjithë dhe unë nuk e kam ditë se pas keni dash tur kaq shumë. Ju falenderoj të gjithëve. Le të prehet në paqë, le të jetë i qetë atje, pasi vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Dhe kjo ka qenë një parandjenjë e gjithë neve, që jemi shqetësuar si familje. Dhe lutë Zotin, me lutjet e mia, më të fuqishme, që të mi ruaj fëmijë tjerë, pasi unë kam edhe dritat e tjera të syve, Albinin, Jehonën, Niprit, Roelin, Selvien, dhe të gjithë mbesat dhe Niprit, të cilët do të më mbajnë të gjallë në jetë, ta vazhdoj jetën, nëse kam jetë më të tjetë. Faleminderit shumë. Le të prehet në paqë dhe në parajsë, në lulen e xhenetit. Faleminderit.